Nuk kam si të mos e nis faktikisht me një nga zhvillimet të rëndësishme të ditës së sotme që në mëngjes herët, me ankimimin që zoti Velia i ka bërë, po them, dekretit të Këshillit Ministrave, vendimit të Këshillit Ministrave për shkarkimin e tij në gjykatën kushtetuese, ku e kundërshton atë. Apo e shtyn procesin e shkarkimit dhe procesin e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për Bashkinë e Tiranës, ky ankim që zoti Velia i ka bërë, a është një lojë midis Ramës dhe Veliait dhe ku është opozita në këtë lojë, në këtë mes? Tani që drejta ankimimit, Erion Velia e ka, se jep drejta kushtetuta. Që normalisht do donin që procesi të mbylles një orë më parë do donin, pasi donin që të kemi muaj e vite që kërkojmë praktikisht. Që për zgjedhjeve farsë në 2023 që kërkojmë zgjedhjet parakoshme në Tiranë. Objektivi politik ka qenë largimi i Erion Velis nga detyra. Dhe më në fundi arritëm ato. Nuk ja dolim dot me votat tona Këshillit Bashkiak, pasi jemi minorancë. Dhe në momentin që mazhoranca u afrua me qëndrimin e opozitës të kahershëm që kërkonte Erion Velin, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që keni parë para disa ditëve, u realizua shkarkimi i Erion Velis nga detyra me votat e Këshillit për të propozuar Këshillit Ministrave. Më pas Këshilli Ministrave ndoqi procedurën e saj për shkarkimin, për miratimin e VKM-s për shkarkimin zyrtar të Erion Velis. Erion Velia ka drejtën e tij që brenda 2 javëve të ankohej. Do doja shumë që kjo procedurë të mos ndodhte në mënyrë që të mos kemi bllokim, mos kemi vonesa në procesin zgjedhor që duhet të parapritash këto javë të vijim. Do të kemi në Tiranë për sa i përket zgjedhjes sekretarit të ri. Gjithsesi është drejta e tij kushtetuese që të ndjekë këto hapa. A ka një lojë midis Ramës dhe Velias? Unë besoj që ka një lojë brenda mazhorancës, lojë të fortë është për interesat e tyre, se kush do mbijetoj, kush do mbizotëroj dhe se si do jenë këto termat e negociatave, është lojë e tyre, ai që na intereson ne si opozitë, dhe që intereson qytetarëve, është që të shkojmë një orë më parë në zgjedhje. Se cilat pastaj janë modalitetet ligjore në respekt të kushtetutës, normale pastaj ato duhen respektuar me qëllimin e vetëm që jo thjesht të respektohet drejtat e çdo kujt, pasi ne për të drejtën kemi luftuar dhe vazhdojmë të luftojmë, por për më tepër që të respektohet procedura ligjore për atë që kam thënë gjithmonë, që mos kthehet në të ardhmen, mos respektimi i procedurave ligjore, një justifikim apo arsye që të kalojmë në dëm shpërblime në anë të buxhetit të shtetit për 100 mijëra eurosh ndaj atyre që mund të jenë kryer padrejtësisht, në thojë le të themi, shkelja e procedurave. Kështu që procedura le të respektohet, gjithsesi kemi kohë vijim, ndonse është ankimuar sot, shohim çfarë do ndodhë ditën e vijim. A mendojnë që do kemi nga ana e qeverisë? A mendojnë që do ta punoj? Çfarë do ndodhë edhe me vazhdimsinë edhe të ankimimit të Erion Velis? E di pse të pyes që a mendojnë që do ta vonoj këtë procesin e zgjedhjeve të parakoshme ankimimin e Veliait, sepse nga njëra anë kemi sigurisht të drejtën kushtetuese që ai të ankohet, por nga ana tjetër jemi çdo lloj afati kushtetues për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nuk do surprizohesh se sikur të kishim një dekret presidencial këtyre ditëve që shpas zgjedhjeve të parakoshme, nëse ka një ankim të Erion Velis. Nuk është hera parë që në Shqipëri nuk respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Kështu që nëse do ketë nga ana e kryeministrit apo nga ana e qeverisë një iniciativë për të kërkuar presidentit shpalljen e datës zgjedhjeve, jo thjesht për 5 bashkinë të tjera, por edhe për bashkinë e Tiranës, nuk do ishte as pak surprizë të kishim edhe datë edhe për Tiranën. E përsëris edhe një herë, duhet respektuar drejtat e çdo kujt, por ama dhe interesi publik është shumë i rëndësishëm. Bilesh edhe më i rëndësishëm interesi publik, por gjithmonë pa shkelur parimet bazë kushtetuese të drejtave të njerëzit. Pse e them të gjithë, sepse Tirana ka pas punë të keq përpara, por sot i shkon akoma keq edhe më keq. Tirana sot ka nevojë për një kokë, për një drejtim. Tirana sot ka nevojë për një debat mbi të. Pse e them të gjithë, kur e mbani mend ju debatin e fundit të kryer në Tiranë për Bashkinë e Tiranës, për disë kandidatëve, ku flitet për hallet problematikat e Tiranës, për vizionin, për politika që duhet ndjekur, se si do të çuar për Tirana përpara. Ka qenë debati i vitit 2000 midis Besnik Mustafait dhe Edi Ramës. Ka 25 vjet që nuk diskutohet për këtë qytet. Nuk diskutohet për fshatin e Tiranës, nuk diskutohet për zonat urbane. Nuk diskutohet për politikat zhvillimore, nuk diskutohet për biznesin. Nuk debatohet praktikisht, pa të kemi debat midis kandidatëve. Shkojmë Kosovë. Kosova, një vend 18 vjet vend, shtet, dhe bën debate midis kandidatëve në mënyrë të përjashme. Kjo do të shërbejë Tiranës së para, njëherë që Tirana të njihet me kandidatët më mirë, jo thjesht të bëjë zgjedhje politike PSD. Po të njihet me kandidatë me njeriu që do vihet në krye të punëve, këto një vit e gjysmë që ka mbetur se është mandati i pjesshëm, për të menaxhuar punën e Tiranës. Po dhe dyta për bërë transparencë. Transparenca këtu si shikon gjithmonë bëhet pasi kanë marrë zgjedhjet.
Si çdo vit 2023, i mori Rumëria zgjedh, i mori me PSD, me grupin PSD. Po kush grupi PSD-s sot? Ku janë drejtorët e famshëm të bashkisë? Janë gjithë në arrest. Pra ma rezultatin e dhanë. Rumëris. Qartë. Pra ajo që neve na intereson sot është interesi publik. Të rikthejmë Tiranën në legjitimitet, të rikthejmë Tiranën në normalitet, dhe patjetër urojmë që t'ja kthejmë Tiranën tashmë me një menaxhim ndryshe, me një drejtim ndryshe, me një kandidat që nuk vjen më nga radhët e mazhorancës socialiste, por që vjen nga radhët e opozitës. Pasi ne besojmë që nga anët e mazhorancës kish njëri vetë tjetri modeli është i njëjti. Këto modele kemi. Ja ku është modeli aktual. Qartë. Qytetarët do jenë para zgjedhjes. Duan modelin aktual të Tiranës si është 18 herë më ndodhur se normat e lejuara të BSH-s. Ja ku është. Qartë. Tiranën që ndërtohet ditaditës beton, po nuk ndërtohen kopshe çerdhe shkolla. Ja ku është. E duan Tiranën që rëndohet trafiku ditaditës dhe rritet densitetë e lagjeve tona pa na shtuar shërbimet komunitare. Ja ku e kanë modelin. Duan Tiranën që i ka rrit taksa 2 deri në 10 herë, taksa e tarifa 2 deri në 10 herë, pa dhënë investime shtesë, bile pranuar vetë tashmë kryeministri dështimi me investimet publike në Tiranë. Ja ku është. A duan Tiranë e cila kemi rrit çmimin e ujit. Ka një problem. Para të rriti çmimin e ujit me 44%. Dhe ende ujë s'kemi në rubinetat tanë. Ja ku e kanë modelin. Apo duani model ndryshe. Vetëm se ka një problem. Transparencë, zhvillimi, punë. Që është i qartë, duam garë të lirë dhe të ndershme. Dhe aty pastaj te qytetarët që vendosin. Ky është interesi madhor publik sot, për cilën ka nevojë Tirana. Dhe ka nevojë Tirana mbi gjitha një kandidat, një fitues le të themi, i cili nuk e mendon, nuk e përdor Bashkinë e Tiranës si trampolin politike për të shkuar në zyrën e kryeministrit apo të kryetarit të partisë. Jo. Duhet shkëputur një herë mirë kjo gjë, sepse është bërë tashmë andrall që kur gjithë synojnë Tiranën, që nesër të marrin dhe pozicionin e drejtimit politik të partisë tyre. Jo. Tirana do të jetë një shërbim të qytetarëve dhe të mendojë dhe të bëjë politika vetëm për qytetarët. Qartë. Pa menduar për interesin politik për të marrë nesër ç'e bën Rën Veliaj, apo dhe të kaluar siç ka ndodhur me Lulzim Bashën apo ka ndodhur me Edi Ramën në shumë radhë. Pra që ka qenë trampolina për të marrë drejtimin e partisë. Jo, duhet krijuar, duhet të shkëputur kjo hall, ky zinxhir. Dhe të fokusohet vetëm te puna e Tiranës për ta rikthyer përsëri Tiranën në normalitet. Vetëm se ka një problem. Vetëm se ka një problem që nuk e kemi emrin e kandidatit, se okej, sa i takon mazhorancës, e kemi emrin e kandidatit të kandidates, zonjës Manastërliu, cilës mund t'i bëjmë, po themi, balancën pozitive dhe negative, sipas, po themi, qëndrimit politik. Po nga opozita nuk e kemi një kandidat. Opozita ka thënë, dhe zoti Flamur Noka ka thënë se po bisedohet me të gjitha aleatët e Partisë Demokratike për të patur, me sa unë e kuptoj, një kandidat konsensual dhe gjithëpërfshirës, dhe brenda pak ditëve do të jetë edhe emri kandidatit. Pyetja ime është pse po vënohet emri kandidatit, a mos është një përpjekje e opozitës për të shtyrë sa më shumë të jetë mundur, po them, këtë një vit e gjysmë drejt të zgjedhjeve të parakohshme, drejt zgjedhjeve, po themi, të rregullta vendore? Jo, jemi ne ata që kemi kërkuar zgjedhjet të parakohshme në Tiranë. Pra nuk është vonesë nga ana jonë. Thjesht nga ana jonë, duke qenë se ne jemi në koalicion, lips kohë, kërkon kohë, fakti negociatave. Të gjesh një emër konsensual nuk është diçka që të gjen brenda 5 minuta, as brenda 5 orësh. Duhet negociata që bëhen në parim me faktorin opozitar, dhe pasi ke rënë dakord mbi parimet e përgjithshme që do të ketë kandidati, pastaj hyn diskutimin emër për emër për kandidaturat që përshtatet mbas të parimeve të rëna paraprakisht në dakord. Por që kemi tashmë një grup pune, i cili drejtohet nga sekretari i përgjithshëm, me Belind Këlliçi dhe Bilier Eremeti, që më negocion në emër të opozitës për gjetur një kandidat konsensual, ju shikoni që ditës po bëhen takime intensive për të dalë sa më shpejt, mund ditësh besoj, do 3-4 ditë ashëm, besoj që do të kemi një ide edhe më të qartë se kush do jetë kandidat që do përfaqësojë opozitën. Por do të kemi diçka parasysh. Gjithmonë mazhoranca socialiste, paktën edhe tashti, nuk është habi që nxjerrë para kandidatit. Pse? Për dy arsye të thjeshta. E para e vendos mazhoranca se kur bën zgjedhje në Tiranë. Mblodhi asamble, e shkarkoi Rën Velin asamble, dhe e komandoi si kandidate zonën Manastërliu, pa e thirr fare këshillin bashkiak që të thoshte paktën bëni procedurën e shkarkimit, pastaj të nxirrte emrin e Manastërliut. Po juve keni 6 muaj që kërkoni shkarkimin e plus mazhorancës se listë hyn partiteke dhe nuk ka nevojë për konsultim me parti tjera. Neve të dy këto element na lypsin kohë për faktin që ne do të bëjmë negociata me faktorin opozitar. Pasi është shumë e rëndësishme sot që ne të dalim me një emër përbashkues, pasi duke pasur përballë arrogancën e themi të makinerisë
makinerisë së 11 majit, ne na duhet dhe rriten shanset tona të fitores nëse jemi gjithë bashkë përkundrejt faktorit majorancë, faktorit politik majorancës. Kështu që unë nuk do shqetësohesh se moj 2-3 ditë më tepër, për mua ka rëndësi cilësia e kandidatit. Kush mund të jetë një emër nga opozita? Në momentin e parë që merr emërimin e tij si kandidat zyrtar në emër të opozitës, të jetë direkt në fushat, të jetë direkt i gatshëm për debat, të njohë shumë mirë problematikat e Tiranës, dhe të jetë një figurë e cila përfaqëson dhe ka dhënë prova që në karrierën e tij profesionale, politike, gjitha më radh, ka dhënë prova që ka qenë gjithmonë pro dhe vetëm pro interesit publik, sidomos të qytetit Tiranës, pasi duhet të jetë kjo sinergji duhet krijuar në mënyrë që të perceptohet pozitivisht edhe nga votuesit e Tiranës. A ka opozita, po themi, një katalog ose një grup me emra të cilët mund të jenë ndër të përzgjedhurit dhe dikush prej të cilëve do të jetë edhe kandidati në vlerësimin tuaj, po them? Për mendimin tim opozita ka me 10 emra. Unë e kam thënë dhe do përsëris të qëndrim që kam për 10 ditësh që mbaj. Kushdo i cili ka qenë apo është deputet, pra ish deputet dhe deputet, ish ministra, se qeverisë nuk jemi, ish ministra, ish prefektët tanë gjatë qeverisë sonë, ish drejtuesit tanë të lartë në Bashkinë e Tiranës gjatë qeverisë sonë në Bashkinë e Tiranës, ish këshilltar, përfaqësues Këshillit Bashkiak apo këshilltar aktual të zgjedhur të këtij këshilli. Njerëz me influencë në Partinë Demokratike, të cilët kanë qenë dhe kanë dhënë kontribut në Tiranë, duhet të jenë të tërë të gatshëm, ata që kanë jetë aktive dhe që kanë dëshirë patjetër, duhet të jenë të tërë të gatshëm për të marrë përsipër këtë garë elektorale. Për mua gara është e hapur, ka njerëz që thonë gara është e mbyllur, qeverisja kështu, jo, absolutisht. Për mua gara është e hapur, për mua gara është, loja do luhet gjatë 4-5 javë të fushatës, loja politike, e cila do të nxjerrë në pa dhe më tepër karakteristikat se secili kandidat majorancë dhe opozitë, po për mua betejë është e hapur dhe betejë duhet luftuar deri në momentin e fundit, betejë politike gjithmonë. Duhet luftuar deri në momentin e fundit. Për mua asgjë s'është mbyllur sot personalisht dhe përsëris të gjithë ta emra që përmenda pak më parë do të jenë tërë të gatshëm nga i pari deri në fundit, pa absolutisht pas më pak të hezitim për të marrë përsipër të garë elektorale të familjes tonë politike të opozitës bashkuar. Qartë, mirë, unë do t'i rikthehem pak, po them, programit edhe perspektivës që opozita ka sa i takon qytetit Tiranës në rast se do të fitojë zgjedhjet e parakoshme kur do që ato të mbahen, se duhet parë dhe kur do mbahen tashmë me këto ankimimet e zotit Veliaj në kushtetuese. Po, dua të ndalem një moment, meqense ju jeni edhe ekonomist. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nxjerrë ditët e fundit një raport për klimën e investimeve dhe duke ju referuar Shqipërisë, nuk mund të fshejmë që raporti ka evidentuar mjaft problematika. Një raport i ashpër, ndoshta nuk do të tepronim, po të thoshim, korrupsioni, parat e drogës, mungesa e transparencës, pengojnë investimet e huaja, PPP-t dhe prokurimet konsiderohen të manipuluara apo i përmbledhë, ndërsa sistemi gjyqësor i dobët. Tani, si e lexoni ju, zotit Eliti, këtë raport në një perspektivë, po them? Ne kemi lexuar me shumë shqetësim raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por nuk janë surprizë për ne. Kjo është shqetësimi që ne kemi rritur prej kohësh. Pra kemi folur për korrupsionin. Kemi folur për praktikat PPP, të cilat kanë qenë klienteliste. Kemi folur për pengesën që i është bërë investimeve tuaja për të ardhur në Shqipëri. Kemi folur për dështimin e qëllimshëm të ligjit të investimeve strategjike. Kemi folur për drejtësinë disa herë, shpesh herë të munguar, duke detyruar firma, siç thotë raporti, që të shkojnë të drejtojnë arbitrazhet. Kemi folur për mungesën e fuqisë punëtore tashmë të theksuar, sidomos gjatë viteve të fundit, si pasojë e emigrimit, sidomos të trimit dhe të profesionistëve shqiptar. Kemi folur, ka dalë goja mbrapa duke folur për këtë problematikë. Tashmë ne i shohim të zyrtarizuara, jo për herë të parë, të zyrtarizuara edhe në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra është diçka për të theksuar, është raporti i parë i Departamentit të Administratës së Amerikane. Pra, ka qenë problematika të ngritura edhe në të kaluarën, por tashmë të theksuar akoma dhe më fort. Çfarë thot për qeverinë Rama ky raport? Pra është një paralajmërim, është një këmbën alarmi, cili është mesazhi që mund të lexojmë përtej poshtë raportit? Çdo një qeverisje e përgjegjshme, sot do të kishte bërë kur doli raporti, dolën dhënat e raportit, dhe për ditë do të ishte bërë një mbledhje sa urgjente për të trajtuar raportin.
Gjë që nuk ka ndodhur, pra do të ishim mbledhur, diskutonim mbi problematikat, nëse do kishin vullnet patjetër. Por sigurisht diçka nuk ka problematika që nuk i din. Për shumë problematika janë vetë arkitektët e problematikës. Nuk e di qeveria që ka korrupsion administratë. Çfarë ka bërë deri më sot? Më thoni pak, sa janë denoncimet që vetë qeveria dhe instrumentat e saj të brendshme kanë bërë denoncime korrupsione. Asnjë. Të tëra kanë ardhur nga institucione jashtëqeveritare. Ka ardhur vetë nga institucionet e drejtësisë, o kanë ardhur nga mediat, o kanë ardhur nga institucione të tjera ndërkombëtare. Vetë qeveria me instrumentat e saj të inspektimit, të auditimit, të kontrollit të brendshëm kështu me radhë, zero denoncime korrupsione. Nuk e di qeveria që PPP-s duhen dhënë në formatin si i ka dhënë. E di shumë mirë. Vetë i kanë dhënë. Nuk e di qeveria që është rëmbëruar konkurrenca lirë e ndershme, nuk ka konkurrencë lirë e ndershme në Shqipëri. Vetë arkitektët nuk kanë as 10 javë, as 12 javë, as 12 muaj. Kanë 12 vite në qeverisje. Dhe në momentin që ke 12 vite në qeverisje, të siguroj që informacionin e ke dhe çdo gjë problematikat që ndodhin, janë sepse ti ke lejuar të ndodhin. Në anën tjetër, problematikat do ekzistojnë. Se jo më kot ekzistojnë dhe institucionet. Institucionet ekzistojnë se ka problematika për të menaxhuar. Po këto problematika gjatë 12 viteve të fundit kanë ardhur në reduktim apo kanë ardhur në shtim? Nëse kanë ardhur në reduktim, do ishin në trendin e duhur. Pra në përmirësim të situatës. Po fatkeqësisht për shumë element, do kanë ardhur në përkeqësim e sipër. Kemi qenë vendi i parë në rajon para 12 vitesh për sa i përket pagave, pensioneve. Sot jemi vendi i fundit. Kemi qenë vendi i parë në rajon për thithjen e investimeve të huaj direkte. Sot jemi vendi i fundit. Megjithëse është raporti pikërisht i klimës së investimeve të investitorëve të huaj. Po. Ishin të parët para 12 vitesh. Si përfunduan të fundit? Pse? Cilat janë arsyet? Të tëra dihen, disa prej shumica pesa dërmuese për tyre kanë qenë edhe të qëllimshme. Qeverisja duhet i thrasë mendjes derisa është në qeverisje për të rekuperuar situatën. Ekipet ministrore bashkë me stafet e tyre duhet të marrin situatën më herë në kontroll pasi ka dalë, por kjo do vullnet. Pyetja është, a ka vullnet për ta përmirësuar? Pasi vit për vit ka dalë ky raporti. Këto shqetësime ishin dhe raportin e vitit të kaluar. Ka qenë dhe raportin e vitit më parshëm. Pasi ndryshoi, përkundra se situata do përkeqësuar. Kështu që nuk e shoh shumë tek qeveria, zgjidhja do ishte ndryshimi i modelit qeverisës. Qeveria i ka ditë problematikat, është vetë autore e një pjesë të madhe problematikave, nuk i ka dhënë zgjidhje gjatë këtyre viteve të fundit, përkundrazi ka thjesht agravuar ato. Kështu zgjidhja s'do të parë më te qeveria, por te ndryshimi dhe rotacionet politike. Ajo që unë dua të kuptoj në intuitën tuaj politike është ky si ta them, është një shuplak e administratës Trump kjo për qeverinë Rama, po e bëj pyetjen drejt për drejt. Absolutisht që po. Sidomos gjatë kohëve të fundit, javëve fundit që administrata amerikane ka deklaruar, ka shpallur luftën e saj ndaj krimit organizuar dhe ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës, duke qenë se një nga edhe pikat që rendiste raporti i klimës për të bërë biznes në Shqipëri të Departamentit të Shtetit përmendë pikërisht faktet të drogës të madhe që rregullonte, sasisë të madhe për pastrimit të tyre në ekonominë shqiptare, ju asiguroj që është kampan alarme për qeverinë si në aspektin politik, po ashtu në reagimin e faktorit ndërkombëtar ndaj qeverisë shqiptare. Ai që duhet të kuptojmë diçka sot është një ekonomi e cila bazohet në mungesë konkurrence, që nuk bazohet në investime të huaja të shëndetshme, që automatikisht përkthehet edhe pak investime të brendshme të shëndetshme, që nuk bazohet në rregullat e konkurrencës lirë dhe ndershme, që nuk bazohet në lirinë për të bërë biznese vërtet se përpara shanset e suksesit i ka pothuajse zero. Më thonë një vend i cili ka këto aspekte, ka këto karakteristika dhe është i zhvilluar. Jo. Janë vende të cilat kthehen dorës 2 dhe dorës 3, ndërkohë që Shqipëria duhet të jetë ai vendi i cili jo thjesht aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian për shkak të pozicionit tonë gjeografik, por sepse me vërtet meriton integrimin në Bashkimin Evropian, jo thjesht për lëvizjen e lirë që kemi fituar tashmë që për vitin 2011, por të integrohesh në çdo aspekt të saj, si në aspektin social, në aspektin politik, ekonomik e kështu me radhë. Kështu që janë detyra të forta për të kryer, por që meqenëse nuk i kanë kryer gjatë këtyre viteve, nuk është që kam një besim të madh me të drejtë që do kryhen tash. Gjithsesi koha do t'rregojë.
Qartë, edhe një çështje të fundit për ta lidhur me Bashkinë e Tiranës. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar ditët e fundit se është e rëndësishme që të huajt të blejnë prona në Shqipëri. Ka shkaktuar mjaft reagime kjo deklarat. Ai, si thua, është lidhur me integrimin e mundshëm të Shqipërisë në vitet në vijim në Bashkimin Evropian për arritjen edhe të çmimit të pronave, gjithashtu që e ka deklaruar. Tani, duke qenë se qyteti i Tiranës veçanërisht ka një problem të madh me ndërtimet, në kuadër të kësaj që zoti Rama ka thënë, po edhe në kuadër të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, a ka opozita në kryeqytet një plan për menaxhimin, rregullimin, përmirësimin apo ndryshimin e gjithë situatës së kryeqytetit, e cila besoj biem dakord që është mjaft problematike? Absolutisht po, opozita e ka planin e vet, e ka projektin e vet. Ai që na duhet për ta vënë në jetë planin, do duhet besimi i qytetarëve. Gjithmonë nëse do kemi zgjedhje të lira ndeshme, jo fars si 2023, zgjedhje lokale apo fars si 11 maj i këtij viti. Në rast se do lihen qytetarët të lirë për të zgjedhur dhe do zgjedhin vizionin ton, modelin ton dhe kandidatin ton, të sigurohesh që ne kemi një plan për të përmirësuar gjërat. Jo çdo gjë mund të rregullohet, pasi nuk mund të zhduken kullat e ngritura, nuk mund të zhduket betonizimi, ama të sigurohesh që mund të merren masat për të lehtësuar si trafikun, për të urrur ndotjen e ambientit, për të shtuar hapësirat e gjelbta, janë në mundësit, për të ndërtuar kopshte çerdhe aty ku mungojnë. Por mbi të gjitha dhe për të luftuar korrupsionin i cili është bërë endemik në strukturat e Bashkisë Tiranës. Shko, do të jemi të qartë. Ky është një mandat pjesor. Është një vit e gjysmë mandat. Kushdo që do fitojë ka një vit e gjysmë kohë. Deri në zgjedhjet e ardhshme vitit 2027. A nuk mund të flasim për programe dhe projekte të plota 4 vjeçare. Do flasim për mini programe dhe për objektiva afatshkurtër. Në objektivat tona afatshkurtër të sigurohesh do të rimarr kontrollin një herë pikëspari i financave i menaxhimit punëve në Bashkinë e Tiranës, do të bërë transparencë mbi çfarë ka ndodhur deri tash të abuzime të ndryshme dhe të vihen përpara drejtësisë personat përgjegjës, të stopohen të gjitha praktikat klienteliste dhe korruptive, të stopohen këto dhënat e lejeve pa kriter miqve dhe shokëve, të bëhet pastrimi i Tiranës pasi Tirana sot është zhul, të shtojmë, bëjmë ato çfarë mund bëjmë në vit e gjysmë, përmirësime në sistemin e ujësisë kanalizimeve të Tiranës, ku Tirana përsëri sot është ende pa ujë, sidomos gjatë ditëve të fundit kemi parë krizën e furnizimit me ujë në Tiranë. Të lëshirojmë ato hallka të administratës si nivel qendror bashkisë, ashtu dhe institucionet e varësisë, për sa i përket praktikave korruptive, ato 100.000 leksha, 200.000 leksha që marrin tatimorët, inspektorët, kontrolluesët e këto me radhë, ta çlirojmë dhe ta kthejmë qytetarëve, ato para në xhepin e tyre, po njëkohësisht mjafton, është kohë mjaftueshme edhe për të reduktuar disi edhe taksat e bashkisë dhe tarifat e bashkisë, si e ka bërë mbytëse, si për konsumatorin familjar, ashtu edhe për biznesin. Këto gjëra mund t'i bësh në një vit e gjysmë. Nëse flasim pastaj për ta çuar Tiranën, për ta sjellë Tiranën, ta zhvillojmë Tiranën përpara, patjetër që mund duhet edhe më tepër kohë. Por ama masat paraprake le të themi ato të shpejta, jo sigurohesh që mund të merren dhe është kohë mjaftueshme. Do të sjell vetëm një indikator i cili i përmbledh të tëra. Në raportin e Numbeos, në 37 kryeqytete të Europës perëndimore, qendrore dhe juglindore, që përfshin edhe Ballkanin, Tirana është kryeqyteti 37 e fundit. Pra imagjinoni çfarë gjendje jemi. Edhe Kievi është më mirë se ne, që është në luftë, i bombarduar. Dhe ky është raporti dal para as 2 muaj më parë. Ndërkohë që lufta në Ukrainë ka hyrë vitin e tretë tashmë. Pra dhe Kievi është më mirë se ne. Imagjinoni çfarë situate jemi ne? Dhe raporti Numbeos flet për cilësinë e jetesës që i përfshin gjithë aspektet brenda. Aspektet sociale, ekonomike, infrastrukturore, çdo lloj aspekti të jetesës tonë, dhe kur bëhet renditja e këtij le të themi indikatori raporti, nga 37 kryeqytete, Tirana është 37. Pra imagjinoni se në çfarë qyteti po jetojmë. Po sa i takon ndërtimeve? Ndërtimeve. Gjithë zgjidhja për vit e gjysmë, absolutisht. Që s'do dalë dikush dhe thotë nga bëj Tiranën mrekulli për vit e gjysmë, ju gënjen, ju mashtron. Por ama korrupsionin, klientelizmin, rikthimin në shinat e normalitetit, reduktimin e barrës të madhe buxhetore, që marrin sot 12.400 punonjës administratës, ndërkohë që gjysma atyre rrin kot dhe bëjnë thjesht politik, ndërkohë që nuk duhet të shërbejnë Tiranës, por vetëm Tiranës nuk i shërbejnë. Pra marrin sa masa e paraprake që e fusin normalitet funksionimin e Bashkisë Tiranës dhe rikthimi të shërbimet bazike të qytetarëve, të sigurohet që mund të kryhet darë në kohë vit e gjysmë. Po sa i takon ndërtimeve?
Kjo duhet të jetë normaliteti dhe njëkohësisht japim fundi shpenzimeve të kota. Por një pyetje kam unë. Në rast se marrim rastin hipotetik, fitoi zonja Manastiriu. Do vazhdoj Sirën Velia të paguajë inceneratorin Tiranës? Bëjnë të pyetje kur ta keni në studio. Po zonë, fitove, supozojmë se fitove. A do paguash inceneratorin? Po sa kushton ky incenerator? 13 milionë euro në vit. 1.1 milion euro çdo muaj. Me 1.1 milion euro ti ndërton shkollcat në periferi të Tiranës. Ndërton kopshte çerdhe mes Tiranës po duash, me 1.1 milion euro çdo muaj. Çdo muaj vidhet nga shkolla, nga kopshte dhe nga çerdhe prej babzisë inceneratorit. Ora nuk ekziston kjo gjë. Paguhet diçka që nuk ekziston. Pastrimi do kryhet, po pastrimi ka faturën e vet, 20 milionë euro, po thjesht 21 milionë euro. Përveç kësaj është dhe 13 të tjera që paguajnë, shkon 34 në total fatura e pastrimit Tiranës. Është 13 milionë euro shi incenerimit, që nuk ekziston më zotëri. Nuk ekziston, është landfill, është depozitim. A do ta paguajë kjo zonja po të zgjidhej në krye të Tiranës? Ta filloj me këtë fushatën elektorale. A do të deklaroj ato kontratat që nuk janë deklaruar deri më sot që mbahen të fshehta, që janë firmosur nga pararësi vet? Ta filloj fushatën me këtë. Po apo jo, ta di qytetarët. A do ulin një taksë rritur gjatë këtyre viteve? Sepse po të shikoni buxhetin e bashkisë, janë 220 milionë euro të mbartura nga viti i kaluar, çdo thot. 220 milionë euro të mbartura nga viti i kaluar. Që janë para që janë marrë qytetarëve, janë futur në akën e bashkisë për taksë tarife, po nuk janë shpenzuar, nuk janë thyer shërbime. Qëse ke pafsinë, ke pas pafsinë për vite të kthesh shërbime, kthejmë lekët qytetarëve, ti marrin xhepin e tyre ti shpenzojnë vet. Se leku në xhepin e qytetarëve dhe biznesit është 100 herë më mirë se leku në xhepin e qeverisë. A do i shpalli këto, a do na bëj transparencë mbi ato praktika që bënte PSD-ja, që i kollaboronte të tërë aparat për shefin e vet 100%. A do bëj transparencë me disa marrëveshje të lidhura, të cilat ende deri më sot nuk i ka bërë, do për transparente për të njohura për publikun. Don se kemi bërë shkresa zyrtare të firmosura edhe nga unë vet. Për marrë informacion kur s'ka i marrë. Le ta fillojmë me këto, gjërat bazike, diskutojmë për Tiranën, ta lejmë politikën e përgjithshme. Nuk do të bëjë këto fushat debati politikës përgjithshme. Po ndërtimi debat do bëjmë problematikat që ka ky qytet. Çfarë do bëjmë për fshatin? Do premtoj siç bëri Rën Velia që do subvencionojmë fshatin dhe kur nuk e subvencionojnë 3 mandate. Sa është vite fushata do subvencionojmë fshatin? A ka në përgjithësi zonja e cila sot është komanduar të jetë kandidate e Partisë Socialiste për faktin që ka qenë 6 vjet, 7 vjet ministër shëndetësie. Dhe kur nuk vuri macat në Tiranë të matjes ndotjes ambientit, ndërkohë që fëmijët tanë sot thithin jarë 18 herë më ndodhur se normat e lejuara të BSH-s. A ka përgjithësi zonja që do garojë në kryet për drejtimin e Tiranës për faktin që ishte 4 vjet ministër arsimi? Dhe Astiri, sot zona Astiri dhe gjithë zonat e 72.000 banor ende nuk kanë një shkollë. Apo Kodra e Liçenit ende nuk kanë një shkollë. Apo zona e Priftit ende nuk kanë një shkollë. Kodra Priftit ende nuk kanë shkollë. A ndjej përgjegjësi politike? Pse këta që kanë qenë për 12 vitesh në drejtim të punëve dhe kanë sjell problematika nga më të nuk kanë menaxhuar dot më, me dashje pa dashje zoti i faraon. Le të justifikojnë vetë. Unë shoh rezultatin. Kur ja kemi dhënë fatin në dorë, fatet tona në dorë për 12 vite dhe nuk na kanë zgjidhur sa problematika bazike, përkundër se është progresuar situata, pse do të japë përgjegjësi tjetër shtesë menaxhimit të Tiranës? Kjo duhet të jetë debati për Tiranën. Prandaj i friksohen debatit. Qartë. Debati do të bëhet që ditën e parë, doli kandidati zyrtar dhe opozitës, po. Që të nesër fillon debati. Debat publik, qytetar. Të dalin përballë njëri tjetrit, siç bëhet në Kosovë. S'po flas siç bëhet në Suedi, në Amerikë apo në Gjermani. Po me standardet e Kosovës. Të dalin përballë njëri tjetrit me emrin e tyre, me figurën e tyre, me rryben e tyre, me integritetin e tyre, dhe gjykojnë qytetarët. Jo ti bëhet thirrje patronazhistëve turun juve dasha. Ç'është patronazhimi? Ndjekës. Të ndjekin nga mbrapa çfarë bën ti. Ku han, ku pi, me kë flen, kur punon, ç'a punon, kë njeh të moral. Janë praktika antiligjore. Qartë. Praktika antiligjore, janë praktika normale, nuk janë praktika njerëzore. Ndjeksa, çdo thot ndjekës. Ndjekse me zor do presim të hedhin fushat ndjekësit. Jo më jo. Nuk ka nevojë të hedhësh fushat ndjekësit, hedh fushat kandidatin. Zgjidh fushat të kandidatin, mos trëmë kandidatin, dalin fushat përballë njëri tjetrit. A duan ta marrin drejtimin e Tiranës, po. Ky qytet, ky kryeqytet sidomos, i këtij vendi që meriton që falë që aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian, duhet ta meritojë.
Dhe nga fillon merita, fillon që nga respektivi drejtave bazike demokratike, që dhe i qytetari thjesht informohet për kandidatët, për vizionin që kanë të zbati debat, e të bëjmë debatin për Tiranën pas 25 vitesh, për problematikat që ka në qytet, mbi të mira dhe të këqijat, punët e mira që janë bërë dhe punët e këqija që janë kryer. Qartë. Mbi abuzimet e mëdha që janë kryer, ku janë zhdukur paradje, të bëhet transparenca. Nëse duan, opozita do jetë e gatshme për të gjë. Nëse s'duan pastaj është thjesht frikë ndaj debatit, e cila pastaj uroj që të përkthehet në ndëshkim politik me votë qytetare. Por përsëris duke patur gjithmonë zgjedhje. Se nëse pastaj fillojnë instrumentat antiligjor, presionet e këto me radhë, me patronazhista që ndjek sa e kështu, këto pastaj s'janë në zgjedhje, këto janë thjesht farsa elektorale, të cilat nuk i bëjnë mirë vendit, nuk i bëjnë mirë Shqipërisë, nuk i bëjnë mirë as zhvillimit dhe as hapjes vendeve të punës, apo zhvillimit ekonomik të familjes dhe të biznesit. Ne do vazhdojmë pastaj të jemi një vend i cili braktiset gjithnjë më shumë nga qytetarët, sidomos nga rinia, që vend sot që ne jemi një vend që terrorizojmë rini, është një vend sot që lulëzon thjesht pensionistë. Dhe pastaj i bëjmë thirrje edhe të huajve, i themi hajde ju bleni shtëpia në Shqipëri. Se nuk i blenë më dot shqiptarët shtëpia me dot shpime që kanë shkruar. Se Tirana është kryer një lavatriçe të madhe pastrimi parash, dhe nuk e themi ne, e thon raporti së ndërkombëtare. Ta thotë edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Parat pastrohen në ndërtim. Po kush mund ta blej sot një çmim 2000 euro, 3000 euro metri katror në Tiranë? Kush e blen? Me këto paga që janë sot. Një çifti burrë e grua që punojnë me pagë mesatare, që ato dy në punë, i duhet 70 vite për blerë një apartament dy dhomë gushin 80 metra. Qartë. Ai 30 vjeç jeton, po të ketë mesatarisht sot, 79 vjeç është bosha mesatare e thesës. Ku jemi ta marrë kredin që 9 vjeç që 10 vjeç? Ai themi para kush do i blej? Nuk i blen dot shqiptarët, nuk i blen dot më Tirana të apartamente, do i bën thirrje të huajve, hajde bleni jo. Po më të huaj mund të vinë. Nuk është qeverisja, nuk është bërë për të menaxhuar punët të huajve. Kjo qeverisja është ngritësh në punë, është ndetyrë për të menaxhuar punët e shqiptarëve, për ta bërë testën tonë më të mirë. Jo që të vi Skandinavi, le të vi, nga do që të vi, di nga duan të pushojnë edhe të jetojnë në Shqipëri dhe pensionistët e botës. Po nuk është kjo qeverisja, qeverisja është zgjidhje hallet tona. Qartë. Jo se zgjidhin hallet e hollandezëve të gjermanëve. Ato e zgjidhin vetë hallet e tyre, kanë qeveritë e tyre. Për ta përmbyllur. Ajo do bëjnë një gjë për ne shqiptarët, do bëjnë një gjë për qytetarët e vet, për pensionistët, për rinin, për forcën e punës, për biznesin, për sipërmarrjen, sepse këmbanat e alarmit bin nga gjitha anët. Afto të lexosh raportin e institucioneve ndërkombëtare dhe diskursi opozitar ka qenë bazuar në këto institucione, se nuk i kemi shpik neve këto informacione. I ka thënë të tjerët që janë institucione ndërkombëtare dhe ne i kemi artikuluar duke bërë thirrje qeverisë. Po deri më sot reagime nuk është që kemi pasur me të drejtën. Pra para se të mendojmë se si do vinë polakët në Shqipëri, hungarezët, ata që po blejnë apartamente. Polak, hungarez, norvegjezë, kështu me radhë. Po mendoj se do blej çifti i shqiptar. Se për këta të votojnë ty, këta e ndaj tyre e përgjegjës. Pastaj fillon mendo për nordikët, mendo për gjermanët, mendo për tjerët, kanë qeveritë e tyre ata. I zgjidhin vetë problematikat e tyre. Ne mendojmë për shqiptarët, kjo është detyra jonë. Kjo është detyra politike, sidomos e politikës që është në drejtim të punëve.